Ngela shtatzëm me djalin. Por nuk e dija kush ishte babai i fëmijës tim. Quhem Elena Moretti, dhe çdo herë që e them këtë emër më duket sikur po flas për një person tjetër, për një vajzë që nuk ekziston më. Dikur isha 18 vjeçe, plot ëndra dhe iluzione, me një botë që më dukej e pafund. Jetoja në qytetin e vogël bregdetar të Vlorës, në një shtëpi modeste me prindërit e mi, maman, Lucia dhe babain, Andrea. Ata ishin njerëz të thjesht, por krenar. Në sytë e tyre, unë isha vajza e mirë, ajo që do të shkonte në universitet, do të kishte një jetë ndryshe nga e tyrja. Askush, as unë vetë, nuk e imagjinonte se një verë vetme do ta shkatëronte gjithçka. Ishte vera e maturës. Ditët ishin të gjata dhe netët mbusheshin me muzikë, det dhe djem që flisnin për dashuri me zë të butë. Në atë kohë, unë ndihesha për herë të parë lirë. Fillova të dilja me miq të rinj që kisha njohur në një lokal pranë bregut. Aty u lidha me një grup djemsh që vinin shpesh për pushime nga Italia. Ishin simpatik, të veshur bukur dhe me një mënyrë të foluri që më bënte të ndihesha e veçantë. Njëri prej tyre quhej Luca Ferri. Kishte sy të kaltër dhe një buzëqeshje që të bënte të harroje çdo gjë. Tjetri ishte Matteo, më i qetë, më i matur, por me një vështrim që të fuste frikë ngrohtë si një kohësisht. Në netët e verës gjithçka ndodhte shpejt. Një fest në plazh, pak alkool, një këngë që më prekte shpirtin dhe ndonjëherë një prekje që të dukej si dashuri. Unë isha 18, naive dhe mendoja se gjithçka që vinte nga zemra ishte e pastër. Nuk dija se ndonjëherë, pas një nate të bukur, mund të filloj Ferri yti jetës, më kujtohet ajo natë. Ishte gusht, qielli plot yje, dhe unë kisha veshur një fustan të bardhë që ma kishte bler mami. Më dukej sikur më sillte fat. Në lokal kishte shumë njerëz, muzikë, dritë, zëra që përziheshin me aromën e detit. Luca më ftoi të kërceja. Ai e dinte si të më shikonte, si të më fliste. Matteo rinte më mënjan, por ndonjëherë ndihesha se më ndiqte me sy. Në fund të mbrëmjes, kujtoj vetëm zhurmën e dallgëve dhe erën që më përplasej në flok. Pastaj një errësirë e ëmbël, dhe zgjimin në mëngjes me një ndjesi bosh në stomak. Asnjë kujtim i qartë. Asnjë fjalë për atë që ndodhi, vetëm unë në dhomë me një ndjesi që se dija si ta quaja ditët kaluan. Pushimet mbaruan. Djemt u kthyen në Itali dhe unë nisa të përgatitesha për universitet, por diçka brenda meje nuk shkonte. Një mëngjes, ndërsa u përpoqja të pi kafen, ndjeva një përzierje të fortë. Mendova se ishte lodhje, por javën tjetër ciklin nuk erdhi dhe në muajin pasardhës frika u bë vërtet. Bëra testin në fshehtësi në banjën e një mikeshësime, 2 vija që më shkatëruan jetën. Më kujtohet si dridhesha kur dola nga shtëpia e saj. Isha vetëm 18, se dija si tua tregoja prindërve. Se dija askush ishte babai, isha e humbur. Për 2 javë e mbajta sekretin brenda vetes. Por trupi im filloi të ndryshonte dhe Lucia e kuptoi. Një natë më gjeti duke qarë në dhomë me testin në dorë. "Çfarë është kjo, Elena?" Më pyeti ajo me zërin që i dridhej, nuk munda të flas. Vetëm qava, mos më thuaj që është ajo që po mendoj unë. Tundja kokën dhe ajo ra në tokë, si e shkatëruar. Babai im Andrea u ngrit nga karrigia sa po dëgjoi britmat e saj. Kur më pa, syti u mbushën me neveri, e turpërove familjen. Një vajzë 18 vjeçare shtatzën, pa burr, pa njeri. Unë u përpoqja t'i shpjegoja se nuk e dija kush ishte babai, se nuk më kujtohej asgjë. Por ajo fjali i mbylli çdo derë, "A nuk e di? Si mund të mos dish?" Më bërtiti ai. "Dil jashtë. Deri kur të gjesh kush është, mos më dil përpara syve." Ajo natë më mbeti në kujtesë si fundi i çdo gjëje që kisha njohur. Në mëngjes mora një çantë të vogël, disa rroba dhe dola nga shtëpia. Askush nuk më ndoqi. U streha për disa ditë tek një kushërir që jetonte në periferi të Tiranës. Ajo quhej Clara dhe ishte personi i vetëm që nuk më gjykoi. Kur i tregova gjithçka, më përqafoi dhe më tha, "Mos ki frikë. Një ditë do ta zbulosh të vërtetën. Dhe kur ta bësh, gjithçka do të ketë kuptim." Por atëherë asgjë nuk kishte kuptim. Shtatzënia ecën dhe çdo ditë më dukej si një betejë me veten. Në muajin e 5 kisha hequr dorë nga çdo gjë, shkolla, miqt, ëndrat. Clara më ndihmonte sa mundej, por jeta ishte e vështirë. Një mëngjes, ndërsa po qanim për mungesën e parave, ajo më tha, "Elena, duhet të mendosh për fëmijën tënd. Edhe nëse se di kush është babai, ai meriton të jetojë me dashuri." Ajo fjali më ndryshoi. Vendosa të mos turpërohem më, të punoja, të rrisja djalin tim, pa u varur nga askush. Kur lindi Marco, ishte një djalë i vogël me sy blu. Sytë e tij ishin si deti që më kujtonte verën kur gjithçka nisi. Në atë moment, ndjeva se nuk më duhej askush tjetër përveç tij. Kaluan vitet, jeta nuk ishte e lehtë. Punova në një dyqan, pastaj në një lokal, ndonjëherë pastroja shtëpi.
Por çdo natë kur shikoja Marcon duke fjetu, ndjeja një forcë që se kisha njohur kurrë. Ai ishte arsyeja pse vazhdoja të merrja frym. Familja ime nuk më foli për 7 vjet. Asnjë telefonat, asnjë letër, isha zhdukur për ta, por unë kur nuk i urreva. Në zemrën time gjithmonë besoja se një ditë do të ktheheshin, nëse jo për mua, për nipin e tyre. Dhe ajo ditë erdhi në mënyrë më të pabesueshme. Në ditëlindjen e 7 të marcos, ishte një ditë e ftohtë dhjetori. Punova deri vonë dhe më pas shkova ta marr nga kopshti. Teksa po ecnim në rrugë, një makinë e zezë ndaloi pranë nesh, një burr zbriti, ishte i ri, me pallto gri dhe flok pak të lagur nga shiu. Ti je Elena? Moretti. Më pyeti, po kush jeni ju? Ai më shikoi drejt në sy, pastaj uli syt tek djali. Unë jam Matteo Rossi, dhe mendoj se djali yt është i mbir. Fjalët e tij më ngrin gjakun. Pas 7 vitesh e shkuara që kisha varrosur u kthye për të më marrë sërish. Në ato sekonda gjithçka u përmbys. Zëri i tij, aroma e shiut, sytë e tij që ngjanin me të marcos e kuptova. E pabesueshme kishte ndodhur. Nuk e di si nuk më ra të fikët atë moment. Zëri i tij më përshkoi si rufe, dhe zemra ime filloi të rrihte aq fort sa ndjeva sikur do të më dilte nga kraharori. Si tha? Pëshpërita me sytë ngulur në të. Ai u afrua një hap më pranë, i lagur nga shiu, me fytyrën që kishte atë përzierjen e çuditshme të fajit dhe butësisë. E di që tingëllon e çuditshme, Elena, tha ai me një zë të ulët, por jam i bindur. Marco është i mbir. Marco, i cili mbante dorën time fort, e pa i hutuar. Mami, kush është ky zotëria? Më pyeti me një pafajësi që më copëzoi shpirtin. Nuk dija si t'i përgjigjesha. Mateo përkul drejti dhe buzëqeshilet, por në sytë e tij kishte një tronditje që se kishte fshehur dot. Unë jam një mik i vjetër i mamit tënd, tha me zë të dridhur. E mora Marcon për dorë dhe i thash shkurt, duhet të ikim. Nuk doja të dëgjoja më, nuk doja të hapja plag që mezi ishin mbyllur. Por ai nuk u dorëzua, Elena, të lutem. Vetëm pak minuta. Kam 7 vjet që kërkoj për ty. Të paktën më dëgjo. Zëri i tij kishte një forcë që më ndaloi në vend. 7 vjet kërkim, çfarë po thoshte? Eca ngadalë drejt një lokali të vogël pranë rrugës. Ishte bosh, përveç një kamerieri që fshinte tavolinat. U ulëm përballë njëri tjetrit, për disa sekonda asnjëri s'fliste. Vetëm ora mbi mur bënte tik-tak, si për të më kujtuar çdo sekond që po humbisja mes të shkuarës dhe të tashmes. Si më gjete? Ke pyeta më në fund, ai më pa drejt në sy. Luca më tregoi gjithçka. Emri i tij më bëri të mpiesha. Luca, djali tjetër nga ajo vere mallkuar. E di çfarë ndodhi atë natë? I thash me zë të ulët. Sepse unë nuk mbaj mend asgjë. Vetëm një zbrazti që më ndjek çdo ditë të jetës sime. Matteo mori frymthell. Atë natë, pas festës, Luca kishte shtuar alkool në gotën tënde. Ti nuk kishe pirë shumë, por ai e dinte çfarë po bënte. Unë u zura me të. I thash se ishte i çmendur. Pastaj u largua. Kur u ktheva te plazhi, të gjeta vetëm ulur pranë ujit, duke qarë. Nuk e di çfarë më shtyu, por ula pranë teje. Ti më përqafoje, më the se kishe frikë. Dhe pastaj ndodhi ajo që ndodhi. Por ti ishe në gjendje të turbullt. Nuk mbaje mend. Mbeta pa frym. Mu duk sikur gjithë bota u shem përreth meje. Po Luca, ai e dinte. Po, tha ai ngadalë, por u largua në Itali pas asaj nate. Kur më vonë më thanë që ti ishe shtatzën, e kërkova. U ktheva në Shqipëri, por askush nuk më tregonte ku ishe. Më thanë që familja jote ishte shpërngulur dhe që ti ishe zhdukur. Kam kërkuar për vite. Derisa një ditë pash një foto të një djali të vogël në Facebook me sy si të mijat. Zëri i tij më duke i sinqert, por brenda meje luftonin dy ndjenja, zemërimi dhe mallëngjimi. Në sytë e tij shihja atë që s'kisha parkur, ndjenjen e përgjegjësisë, ndoshta edhe dashurinë e humbur në kohë. Por unë si isha ajo vajza naive të 18 vjeçares. Matteo, i thash me qetësi që më kushtonte shumë, unë kam jetuar 7 vjet vetme. Kam rritur një djalë që se njihte babain e tij. Ti tani shfaqesh dhe më thua se ke kërkuar për ne. Ku ishe kur më flakën jashtë? Kur qaja çdo natë nga frika? Ku ishe, Matteo? Ai uli kokën në ferr, tha. Në ferrin e fajit. Në atë moment, kamerieri solli 2 filxhan kafe. Unë se preka timin. Ai me duar që i dridheshin nxori nga xhepi një zarf. E di që asgjë nuk mund ta ndryshoj të kaluarën, por dua të di të paktën një gjë. Dua të bëj testin e Adens. Jo për të marrë djalin, por për të ditur të vërtetën. Në atë çast, Marco u kthye nga unë dhe më pyeti me pafajësi. Mami, kush është ky burr që të bën të qash? Se përmbajta më.
Lotët më rodhën pa kontroll. E mora në krah dhe i thash: "Është dikush që do të di më shumë për ty, zemër." Ditët pas asaj takimi që një makt, s'mund të flija, s'mund të haja. Çdo herë që shija Marcon, më dukej sikur në sytë e tij shija matën. Në fund, pranova testin. Një pjesë e imja donte të mbyllte atë kapitull një herë mirë. Një pjesë tjetër kishte frikë se çfarë do të zbulonte. Kur erdhi dita e rezultateve, zemra më rrite si daulle. Mateo erdhi në laboratori i heshtur i zbet. Doktorja na pa të dyve dhe tha: "Zoti Rossi, zonja Moretti, rezultati është pozitiv. Ai është babai biologjik i fëmijës." Gjithçka u ndal. Në atë moment më pushtoi një përzierje emocionesh që nuk di si ti përshkruaj. Nuk ishte as lumturi, as dhimbje, ishte diçka në mes, një qetësi që të bën të dridhesh. Mateo u afrua dhe me zë të dridhur tha: "Faleminderit që e ke rritur, faleminderit që nuk e ke hequr dorë prej tij. Nuk e meritoj, por do të doja të isha pjesë e jetës së tij, nëse më lejon." E pash në sy. Për herë të parë pas shumë vitesh spash një burr, por një djalë që kishte humbur rrugën dhe kërkonte falje. Nuk dija çfarë t'i thosha. Të nesërmen mora një telefonat që se prisja kur. Ishte mamaja ime, Lucia. "Elena, kam dëgjuar që Mateo është kthyer dhe që e ka pranuar fëmijën. A mund të vim të flasim?" Zëri i saj dridhej. Pas 7 vitesh heshtje, ajo fjali ishte si një dritë që hape në fund të një tuneli. Por nuk e dija nëse isha gati. Marco luante në obor. Mateo po i mësonte të godiste topin. Unë i shikoja nga dritarja dhe mendoja: a është kjo ajo që prisja gjithë këto vite? Apo është fillimi i një trazire të re? Të vërtetat kishin filluar të dalin në dritë, por plagët e vjetra sapo kishin filluar të hapeshin sërish. Dhe unë dija vetëm një gjë: e kaluara kur nuk vdes nëse nuk e përball. Nuk e dija nëse isha gati ta përballoja. Kur Lucia më mori në telefon atë mëngjes, zëri i saj më përplasi në shpirt si një erë ftohtë që sjell kujtime të dhimbshme. Kishte kaluar kaq shumë kohë që nuk e kisha dëgjuar. Dhe tani i papritur, ajo donte të vinte të më takonte. Në fillim doja t'i thosha jo. Doja t'i mbyllja të gjitha portat e dhimbjes. Por një pjesë e vogël e imja kishte nevojë për këtë takim. Kishte nevojë ta shihte, ta dëgjonte, ta ndjente edhe një herë zërin e saj. I thash: "Mirë, hajde. Sot pas dite." Që në mëngjes ndjeva një ankth që më shoqëronte në çdo hap. Ndërsa po përgatisja drekën, duart më dridheshin. Mateo e vuri re: "Elena, je mirë?" E pash në sy dhe më duk sikur kishte ndjeshmëri të vërtet në shikimin e tij. "Mami im do të vijë sot," i thash. Ai ngriti vetullat. "Pas kaq vitesh." Po hoja me kokë. Nuk e di pse, por jam e friksuar. Jo për atë që do të më thot, por për atë që mund të më kujtoj. Mateo më afroi dorën. "Mos harro, tani nuk je më vetëm." Kur ora trokiti 4, dëgjova një trokitje të lehtë në derë. Zemra më rahu fort. Hapa derën ngadalë. Në prag qëndronte Lucia me flok pak më të thinjur, sy të lodhur, por me atë hijeshi të dhimbshme që mbajnë nëna që kanë qarë shumë. Pasaj qëndronte Andrea, babai. Ai duke më i moshuar me shpatulla të varura dhe sytë që nuk guxonin të më shikonin drejt. Në atë moment, koha u ndal. Nuk ishim më prindër e vajzë, ishim 3 njerëz që kishin humbur gjithçka dhe tani po përpiqeshin të gjenin fjalë që mungonin. "Mami," pëshpërita. Lucia u hodh në krahët e mi dhe shpërtheu në lot. "Oh, bija ime, më fal. Më fal për çdo natë që nuk të kërkova, për çdo ditë që të lash vetëm." E përqafova fort. Nuk mund të flisja. Lotët na përzien me njëri tjetrin. Babai qëndronte në prag, i ngrirë. Nuk e dija se dija çfarë të bëja atëherë, tha me një zë që se kisha dëgjuar kur. Kisha frikë nga njerëzit, nga turpi, por më shumë nga vetja. Dhe kur mora vesh që ishe larguar, çdo ditë u bë një ndëshkim. Unë u ktheva nga ai. Nuk kisha nevojë për një baba që s'kishte frikë nga fjalët e njerëzve, por për një që s'kishte frikë të më mbronte, i thash me zë të dridhur. Ai uli kokën. "E di. Dhe çdo mëngjes kam jetuar me turpin e asaj dite." Lucia më kapi duart, mësuam për Mateo. Ai na kërkoi. Na tha gjithçka. Ai nuk është si që menduam. Ai u përpoq të gjente për vite. Dhe kur pam foton e djalit, zemra ime nuk duroi dot më. Pastaj më pa drejte në sy. "A mund të na lejosh ta shohim nipin ton?" Fjalët e saj më goditën në shpirt. Pa folur, hapa derën e dhomës ku Marco po vizatonte. Ai ngriti kokën i habitur. "Marco, këta janë gjyshja dhe gjyshi yt," i thash me zë të butë. Ai u afrua pak i turpshëm. Lucia ul në gjunjë dhe i zgjati duart. "Sa i bukur je si nëna jote," i tha me lot në sy. Marco e pa për pak, pastaj përqafoi. "Unë s'kam pasur kur gjyshe," tha me zë të vogël. Ajo u dridh. "Tani ke, zemra ime." Ato momente ishin si plagë që shëroheshin ngadalë.
pa 7 vite shurejtje, papritur shtëpia ime u mbush me dashuri, me zëra, me aromat e vjetra që kisha harruar. Mateo qëndronte pak më tej, i qetë, sikur nuk donte të ndërhynte. Babai im ju afrua e pa drejt në sy dhe i tha: "Ti isha i djal nga Italia, apo jo?" "Ai që?" "Po," tha Mateo. Babai mori frym thellë, sikur po përpiqej të përmbante veten. "Ke bërë gabime, si ne të gjithë, por më duhet ta pranoj. E shoh në sytë e djalit se je pjesë e tij. Nëse e do vajzën time dhe djalin, mos i lër më vetëm." Ajo fjali ishte si një bekim që askush se priste. Mateo u kthye nga unë. "Elena, më lejon ti qëndroj pranë." Unë e pash gjatë. Në sytë e tij s'kishte më arrogancën e atij djaloshit të dikurshëm. Kishte një burr që donte të rindërtonte, të kërkonte falje, të ndreqte. "Le të provojmë," i thash. "Por ngadalë. S'dua premtime, dua përkushtim." Ai buzëqeshi me lot në sy, për herë të parë, "Nuk do të iki më." Mbrëmja ra. Lucia po ndihmonte marcon të hante darkën. Babai im rinte pranë dritares, i heshtur, por me një qetësi që se kisha parë prej vitesh. Mateo po më ndihmonte në kuzhinë. Kur i zgjata një pjatë, duart tona u prekën lehtë. Një ndjesje ngrohtë më përshkoi, ndoshta kjo ishte fillesa e diçkaje të re. Jo perfekte, jo e pastër, por reale. Kur u larguan prindërit, Lucia më përqafoi dhe më përshpëriti në vesh. "Të lutem, mos e mbyll më zemrën. Ndonjëherë Zoti na e kthen lumturinë përmes njerëzve që dikur na e morën." Fjalët e saj më mbetën në mendje gjithë natën. Atë mbrëmje, kur marcora në gjumë, Mateo ul pranë meje në divan. "Nuk e di si ta shpreh," tha ai, "por faleminderit që më dhe një shans. E di që nuk do të jetë e lehtë, por dua ta ndërtoj jetën pranë jush. Për 7 vjet kam jetuar me fajin, tani dua të jetoj me përgjegjësinë." Unë e pash dhe i thash me një buzëqeshje të lehtë: "Jeta s'është për të harruar, Mateo. Është për të përballur." Ai më kapi dorën, dritat e qytetit ndriçonin nga jashtë dhe për herë të parë pas shumë kohësh ndjeva qetësi. Jo sepse gjithçka ishte në rregull, por sepse më në fund nuk isha më vetëm në atë rrugë. Por jeta nuk është kur aq e thjeshtë. Një javë më vonë, Mateo mori një telefonat që ndryshoi gjithçka. Zëri në anën tjetër ishte i Lucës, dhe ajo që tha do të rrëzonte paqen që sapo kishim filluar të ndërtonim. Kishin kaluar 5 ditë që nga ajo mbrëmje në verandën e lejes. Zemra ime ndihej më e qetë, por jo e lehtësuar. Ndërsa Enea luante me ngjyrat e tij në dysheme, unë përpiqesha të gjeja guximin për të përfunduar një email që do t'ia dërgoja një portali për kërkime personash të humbur. E dija, ndoshta tingëllonte marzi. Por ndoshta ai njeri, babai i djalit tim, meritonte të dinte se kishte një birë. Edhe pse unë nuk e dija kush ishte. Në mëngjes, mora guximin dhe nisa kërkimin me një letër. E shkruajta me duar që më dridheshin. Unë quhem Elena. 7 vjet më parë, në një fest pranë Durrësit, diçka ndodhi që ndryshoi gjithë jetën time. Nuk kërkoj mëshirë, vetëm të vërtetën. Kam një djalë 7 vjeç që nuk di kush është babai i tij. Kam një fotografi të vjetër nga ajo natë, një grup të rinj shbuz detit. Nëse dikush e njeh veten aty, ju lutem më shkruani. Nuk e dija nëse letra ime do të lexohej ndonjëherë, por ajo ndjenjë, ajo shpresë e vogël më mbajti gjallë. Kaluan disa ditë pa asnjë përgjigje. Pastaj një mëngjes, telefoni im ra. Ishte një numër i panjohur italian. Zemra më rahu fort. "Përshëndetje, jam Mateo. Më duket se të njoh nga fotografia që dërgove në portal." Zëri i tij ishte i butë, por i pasigurt. Unë ngrita në këmbë, si të më kishte goditur rufeja. "Ti ishe aty në atë fest?" "Po," tha ai. "Kisha ardhur me një shok, Lorenzon, ai ishte dhe atë natë." Mbaj mend se një vajzë u largua papritur nga festa. E ndihmova të hipte në taksi sepse ishte e tronditur. "Më kujtohesh pak, mos ishe ti ajo vajzë." U ndjeva sikur bota u ndal. Nuk dija ç'ti thosha, po, përshpërita. "Isha unë." Heshtje. Pastaj ai tha diçka që ma shpoi shpirtin. "Elena, a mund të të takoj? Ka diçka që duhet ta dish." Ai mbërriti 3 ditë më vonë. Kishte ardhur nga bari me traget, vetëm për të më parë. Kur e pash, u binda se e kisha parë dikur, sytë e tij të kaltër më kujtuan atë natë të turbullt, si një kujtim që më në fund merrte formë. Në kafenet e Tiranës, ulur përballë tij, unë ndjeva për herë të parë që e kaluara po më ndjek për të më çliruar, jo për të më dënuar. Mateo foli me kujdes, si dikush që e di se çdo fjalë mund të thyejë një shpirt. "Elena, ajo natë s'ishte ashtu siç kujton. Ti nuk ishe vetëm. Kishte ndodhur një aksident i vogël, kishe pirë shumë dhe një djalë tjetër u përpoq të të ndihmonte. Por ai mori frym thellë. Ai djali ishte unë. Dhe unë isha me ty atë natë." Më ra filxhani nga dora.
Nuk mund të jetë e vërtet, shpërita. Kam ruajtur një varse që kishe në qafa të natë. E mora pa e ditur pse. E kam mbajtur gjithmonë me vete. Ai e nxori nga xhepi, ishte varsja ime e vjetër me një gur të vogël blu. Ajo që e kisha humbur atë verë. Mu mbushën syt me lot. Atëherë ti e babai Eneas? Nuk foli me një herë. Vetëm uli syt dhe më dha një letër. Para se të përgjigjem, lexoje këtë. Është diçka që kam mbajtur fshehur prej vitesh. Letra ishte shkruar me dorë të dridhur. Ishte nga Lorenzo, shoku i tij, që kishte vdekur 2 vite më parë në një aksident. Në letër shkruhej: Matteo, duhet të them të vërtetën. Ajo vajza që ndihmove atë natë nuk ishte vetëm. Një tjetër djalu përpoq ta përfitonte nga gjendja e saj. Por ti e largove dhe qëndrove pranë saj gjithë natën. Ti e mbrojte. Ajo nuk e di. Ndoshta një ditë do ta gjesh dhe do t'i thuash. Unë qava. Për herë të parë pas 7 vitesh, qava me ndjesinë e faljes. Ai njeri nuk ishte faji im. Ai kishte qenë shpëtimi im pas asaj dite, Matteo nuk u largua më. Ai kërkoi të takonte Enean. Djali u trem në fillim, por kur Matteo i dhuroi një top të kuq dhe i tha: Kam pritur 7 vjet për ta njohur këtë buzëqeshje, gjithçka u shkrin në një përqafim që se haroj dot. Por jeta nuk ndalet aty. Pikërisht kur mendoja se gjithçka po rregullohej, në derën time trokiti dikush që nuk e prisja më kurrë. Babai im, sytë e tij të lodhur nga vitet. Por të butë si dikur më pa me dhimbje. Elena, më fal, bija ime. Kam bërë gabimin më të madh kur të ktheva shpinën. Enea shikonte i hutuar, ndërsa unë e përqafova duke qarë. Në atë moment, kuptova se ndonjëherë jeta të ndeshkon për ta dhënë më pas gjithçka që meriton, dashurinë, të vërtetën dhe faljen. Tiranën e lash pas me një ndjesi të çuditshme. Kishte diçka të pazakont në ajrin e mëngjesit, sikur qyteti po më përcillte me kujdes, por edhe me ankth. Pas 7 vitesh, vendosa të kthehem në qytetin tim të lindjes, në Vlorë. Aty ku gjithçka kishte filluar dhe ku gjithçka ishte shkatëruar. Matteo këmbënguli të vinte me mua. Elena, nëse do ta mbyllësh një plag, duhet të jesh e fortë. Por nuk e pse ta bësh vetëm, më tha, teksa e vendoste valixhen në bagazh. Enea ul në sediljen e pasme, duke mbajtur në dorë topin e kuq që Matteo i kishte dhurua. Ai nuk e kuptonte plotësisht pse po udhëtonim, por çdo herë që na shihte të dy bashk, qeshte me atë pafajsinë e tij që më shpëtonte nga errësira e kujtimeve. Rruga drejt Vlorës ishte një përzierje emocionesh. Çdo kilometër më sillte më afër vendit që kisha dashur dhe urrejtur njëkohësisht. Pasi mbërritëm, ndalova makinën përballë shtëpisë së vjetër të prindërve të mi. Porta ishte ndryshkur, dritaret gjysmë të mbyllura. U ndjeva si një vajzë 18 vjeçare përsëri, me zemër që më rrite fort dhe duar që më dridheshin. E sigurt, më pyeti Matteo me kujdes. Tundja kokën, por në të vërtet nuk isha. Trokitja e parë në derë më tingëlloi si gjemim. U dëgjua një zë i njohur nga brenda. Kush është? Unë jam unë, mami, thash me zë që mezi doli nga gryka. Kur dera u hap, nëna ime më pas sikur kishte parë një fantazm. Fytyra e saj ishte plakur, flokët kishin marrë një hije gri. Por syt, ata sy që dikur më gjykoni me ashpërsi, tani ishin të mbushur me lot. Elena, është e mundur? Po. Dhe para se të thosha diçka, ajo më përqafoi. Një përqafim që më duk si fundi një lufte, qëndruam ashtu për minuta të tëra. Pastaj ajo pa Enean që po qëndronte pas meje. Kush është ai djalë? Pyeti me një ngurim që më shpoi zemrën. Është biri im, i thash. Nëna ime uli syt, sikur po luftonte me kujtime që donte t'i haronte. Pastaj ul në shkallët e oborrit dhe qau. Të kam gjykuar, bi, dhe të kam humbur. E kuptova shumë vonë se një nën nuk duhet të largohet kur nga fëmia i saj. Pavarësisht gjithçkaje. Enea ju afrua me ngadalë dhe i tha me një thjeshtësi që vetëm fëmijët din. Gjyshja, mos qaj. Unë jam këtu. Në atë moment, ajo e mori në prehër dhe i puthi flokët. Lotët e saj u përzien me buzëqeshjen e djalit tim. Matteo qëndronte në heshtje me duart në xhepa. Kur nëna ime e pa, ajo e kuptoi me njëherë. Ti e babai, e pyeti me një ton që nuk ishte as armiqësor, as miratues, po, zoni. Dhe dua të jem pjesë e jetës së tyre. Nuk jam njeri i përsosur, por kam ardhur për të qëndruar. Nëna ime mori frymthell. Shpresoj që fjala qëndroi të mos jetë si ajo që kam dëgjuar gjithë jetën, fjalë që ikim me erën. Sepse vajza ime ka paguar shumë për besimin. Atë mbrëmje qëndruam të gjithë në oborrin e shtëpisë. Me erën e detit që sillte kujtime të vjetra. Nëna gatuante petulla, ashtu si dikur kur isha fëmijë. Ishte hera e parë që ndihesha e plot, unë, djali im, njeriu që më mbrojti dhe gruaja që më fali.
Por gëzimi nuk zgjati shumë. Të nesërmen, ndërsa po pinim kafen e mëngjesit, Matteo mori një telefonat. Fytyra i ndryshoi menjëherë. Është nga Italia, tha me zë të ulët. Një grua. Unë ngriva, kush është? Ai mbylli telefonin dhe më pa drejt në sy. Elena, është dikush që duhet ta njihësh. Quhet Sofia. Ishte dikur vajza e ish bosit tim në Bari. Dhe ajo pretendon se djali që kam lënë pas është i imi. Koka më rrotullohej, çfarë? Do të thuash që ke një djalë tjetër. Nuk e di, nuk jam i sigurt. Ajo më tha se ka mbajtur diçka fshehur për vite me radhë, dhe tani do të vijë në Shqipëri. Nëna ime na pa të dyve me sy të tmerruar. Elena, tha ajo ngadalë. Jeta nuk të jep kur qetësi pa të provuar edhe një herë. Në atë moment kuptova se historia ime s'kishte mbaruar, ishte vetëm në mes. Një kaluar e re po vinte drejt nesh dhe këtë herë, nuk e dija nëse do të mund ta përballoja. Mbrëmja kishte rënë qetë mbi Vlorë, por brenda meje stuhia spushojej. Fjalët e Matteos më tingëllonin ende në vesh. Ajo pretendon se djali që kam lënë pas është i imi. Isha ulur në verandë, duke parë detin që erësohej ngadalë. Era sillte aromën e kripës dhe të kujtimeve. Shtëpia, që pak orë më parë më dukej si stre, tani më dukej si burg i ri. Matteo rinte pranë meje, i heshtur, i mbyllur në botën e vet. Enea po flinte brenda dhe nëna ime pastronte kuzhinën, por unë ndjeja se diçka e madhe po afrohej. Diçka që do të ndryshonte çdo gjë. Kur do të vijë ajo, e pyeta më në fund. Nesër, tha ai, do të marr trageti nga Bari. Tha se do të vijë vetëm për të folur. Vetëm për të folur, përsërita me sarkazëm. Asnjë grua nuk udhëton gjitha të rrugë vetëm për të folur, Matteo. Ai uli syt, e di, tha me zë të butë, por dua që të ma dëgjosh fjalën, nuk kam ditur asgjë për një djalë tjetër. Sofia ishte një vajzë që njihja para se të takoja. Ishim të rinj, të hutuar, por ajo nuk më tha kur asgjë. Deri tani, nëna ime u afrua në derë, me përparsen ende të lagur nga lavamani. Elena, jeta ndonjëherë sjell prova që të tregojnë nëse dashuria është e vërtetë. Mos e gjyko tani. Shih si reagon nesër. Por unë nuk flija atë natë. Në mendje më shfaqeshin imazhe të paqarta të një gruaje të huaj, që vinte për të marrë atë që mbase e quante të vetën. Enea ishte vetëm një fëmijë i pafajshëm, dhe unë se dija si do ta përballonte nëse dikush tjetër do të kërkonte babain e tij. Të nesërmen në mëngjes, Matteo shkoi në portë për ta pritur. Nuk doja të shkoja. Nuk isha forcë. Por kur dera shtëpisë u hap dhe ai hyri brenda bashkë me të, më munguan fjalët. Sofia ishte një grua e bukur, me flokë të gjatë gështenje, sy jeshil dhe një qëndrim të fortë. Kishte diçka fisnike në mënyrën si ecte, por edhe diçka të ftohtë, të rrezikshme. Elena, tha ajo duke zgjatur dorën. Më vjen keq që po vi në këtë mënyrë, por un kam diçka që duhet ta sqaroj me Matteon dhe me ty. E pash drejt në sy, po e dëgjoj. Ajo hapi çantën dhe nxori një dosje të hollë. Brenda kishte disa letra dhe një fotografi, një djalë rreth 7 vjeç, me flokë të zinj dhe sy të kaltër. Zemra më ndaloi për një sekond. Ky është Luca, tha ajo. Djali im, ose djali ynë, Matteo. Matteo ngriti syt i tronditur. Kjo është e pamundur. Sofia, pse tani? Pse pas gjithë këtyre viteve? Ajo mori frymë thellë, sepse tani Luca pyet për babain e tij. Dhe unë nuk mund t'i gënjej më. Nëna ime qëndronte pas meje, e ngrirë. Në dhomë kishte vetëm heshtje, zhurma e detit jashtë dhe fryma ime që bëhej gjithnjë më rënd. Në çfarë baze thua që është djali yt? E pyeta me një ton të ashpër. Ajo më pa drejt, sepse kam prova. Kam ruajtur një letër që Matteo më kishte shkruar atë verë. Dhe një foto ku jemi bashk, në ditën që gjithçka ndodhi. Ai nuk e kujton ndoshta, por unë po. Matteo ngriti duart sikur donte të ndalte kohën. Po, Sofia, të kujtoj. Por unë nuk e dija kurrë se kishe mbetur shtatzën. Më the se gjithçka ishte mbyllur, se do ikje në Spanjë për studime. Nuk më the asgjë. Ajo uli kokën, nuk isha gati. Familja ime do më kishte vrarë nëse mësohej, por tani më duhet të di të vërtetën. Pastaj shikoi mua, Elena, e di që është e padrejtë, por unë nuk dua të ta marr burrin. Dua vetëm që djali im të di kush është babai i tij. Fjalët e saj më pren frymën. Në sytë e saj nuk kishte armiqësi, kishte dhimbje. Dhe në atë çast, zemra ime që donte të bërtiste, filloi të më zbutet. E kuptova, ajo ishte dikur si unë. Një grua e re e friksuar e vetmuar që kishte bërë që kishte mundur për të mbjetuar. Matteo mori dorën time. Elena, dua ta sqaroj këtë. Dua të bëj një test ADN.
Nuk do të jetoj me dyshime. Për një moment doja t'i thoja jo. T'i thoja që nuk ishte nevojë, që ne ishim një familje tashmë. Por ndjeva dorën e Eneas në shpinën time. Ai doli nga dhoma duke fërkuar syt gjumësh. Mami, kush është kjo zonja? Pyeti me pafajsi. Sofia u përkul dhe i buzëqeshi me butësi. Unë jam një mike e babait tënd, tha ajo me zë të dridhur. Në atë çast ndjeva se ajo nuk ishte armikja ime. Ishte pjesë e një historie që unë se kisha zgjedhur, por që më duhet ta përballoja. Pas dite Mateo dhe Sofia shkuan në klinik për të marrë mostrat për testin. Unë qëndrova në shtëpi me Enean dhe me maman time. Nata ra e gjatë dhe e ftohtë. Në mendje më erdhi mendimi më i frikshëm. Nëse del që Luca është i tij, çfarë do ndodh me ne? Por brenda asaj frike ndjeva edhe diçka tjetër, një forcë e re. Jo për ta mbajtur Mateon, por për të mbrojtur djalin tim, jetën time, veten time. Dhe atë natë, ndërsa shikoja detin nga dritarja, e kuptova një gjë. Kjo histori nuk ishte më thjesht për dashuri. Ishte për të vërtetën. Dhe e vërteta po afrohej me çdo dallg që përplasej në breg. Koha kalonte si era. Mateo tashmë ishte 7 vjeç, një djalë i zgjuar, i qeshur dhe i ndjeshëm. Ishte drita e syve të mi, arsyeja pse zgjohesha çdo mëngjes, pse punoja pafund dhe pse nuk dorëzohesha kurrë. Kisha ndërtuar jetën time me sakrifica, duke punuar në një qendër estetike në Tiranë, ku isha bërë njohur për profesionalizmin dhe qetësinë time. Të gjithë më respektonin, por askush nuk dinte historinë time të vërtetë. As se kush ishte babai i djalit tim, as se si më kishte braktisur familja. Një mbrëmje marsi, ndërsa po mbyllja qendrën, më erdhi një mesazh në telefon nga një numër i panjohur. A je ti Elena Rossi? Ushtanga. Emrin tim të plot nuk e përdorte askush. Në punë më njinin si Elena, thjesht, po, kush jeni? U përgjigja pas pak, pas disa sekondash, një tjetër mesazh. Kam diçka që besoj se të përket. Mund të shihemi nesër në orën 10. Te kafeja pranë liçenit artificial? Nuk fjetja atë natë. Ishte një ndjesje e çuditshme, përzierje frike, kureshtje edhe një parandjenje që më mbante zgjuar. Në mëngjes u vesha me kujdes, e lash Mateon te komshia dhe shkova drejt takimit. Në kafe një burr po më priste në tavolinën e fundit, afër dritares. Kishte flokë të errët, pak të thinjur në të më dhe sy të ngrohtë. Sapo më pa, u ngrit në këmbë. Elena? Pyeti me një buzëqeshje të lehtë. Po, i thash me zë të ulët. Kush jeni? Ai mori frymthell. Më quajnë Marco de Luca. Ndoshta nuk më njeh, por isha shoku i ngushtë i Lucasit nga Firenze. Sa po përmendi emrin e Lucasit, më ra zemra. E ndjeva sikur më ishte ngrirë trupi. Luca pëshpërita. Ti e njihje. Marco nxori nga xhepi një zarf të zverdhur. Para disa muajsh, Luca ndërroi jetë në një aksident në Spanjë. Kur po pastronim sendet e tij, gjeta këtë letër. Ishte për ty duart më dridheshin kur hapa zarfin. Brenda ishte letra me shkrimin e tij të njohur. Elena, nëse ndonjëherë kjo letër arrin tek ty, dua të dish se të kërkova për vite me radhë. Nuk arrita kurrë të gjej. Nuk e di nëse ishe shtatzën, por nëse ke mbajtur një fëmijë tonin dua të dish se e dua, pa e njohur. Jam penduar çdo ditë për mënyrën si u ndam. Nëse ndonjëherë më fal, dije se do të pres gjithmonë. Syt më u mbushën me lot. Çdo kujtim që kisha mbyllur thellë, çdo plag që mendoja se ishte shëruar, u hap përsëri. Ai më kërkonte. Pyeta me zë të dridhur. Marco më pa me dhëmshuri, po. E kërkoi për vite. Kishte gjetur madje adresën e një klinike ku mendohej se kishe lindur, por kishte qenë vonë. Në atë moment më përfshiu një dhimbje që s'mund ta përshkruaj. Ishte një ndjenjë përzier me lehtësim dhe mall. Ai kishte dashur të na gjente dhe unë e kisha urrejtur për vite, pa e ditur të vërtetën. Marco më dha një dosje tjetër. Këtu janë disa dokumente. Ai kishte ruajtur gjithçka që lidhej me ty, fotografi, mesazhe, bileta avioni që nuk arriti t'i përdor kurrë. Ai nuk të harroj asnjëherë, Elena. Kur u ktheva në shtëpi, e mbajta Mateon fort në krah. Ai më pa me sytë e tij të mëdhenj blu. Po ata sy që dikur më kishin ma gjepsur te Luca. Atëherë kuptova diçka që më tronditi. Mateo ishte identik me të, në mbrëmje i tregova gjithçka djalit. Ai më dëgjoi me vëmendje dhe në fund më pyeti. Mami, ai ishte babi im, nuk munda të flisja. Vetëm po, me një tundje koke, ndërsa lotët më rridnin në faqe. Mateo më përqafoi fort, mos qaj, mami. Tani e di kush jam. Dhe ndoshta edhe pse s'është këtu, ai na sheh nga lart, fjalët e tij ishin të vogla, por prekse. Ai e kuptoi me zemrën, ashtu si unë. Atë natë, për herë të parë pas 7 vitesh, ndjeva se një pjesë e shpirtit tim ishte kthyer.
Por historia nuk përfundoi aty. Një javë më vonë, një surprizë e re do të trondiste jetën tonë. Kur mbylla syt atë natë, letra e Lucasit më sillej pa pushim në mendje. Ishte sikur çdo fjalë e tij më zgjonte nga një gjumë shumë vjeçar. E ndjeva brenda shpirtit tim, dashuria e tij nuk ishte vdekur, vetëm ishte mbetur pezull në kohë, duke pritur që unë ta gjeja. Të nesërmen Marco më telefonoi përsëri. Elena, më fal që të shqetësoj, por ka diçka tjetër që duhet ta dish, më tha me një ton të butë. Në testamentin e Lucasit, ai kishte përmendur një djalë të mundshëm. Tani që të kam gjetur, duhet të flasim me avokatin e familjes, u shtanga, testament. Përshpërita, po. Luca kishte lënë një pasuri të madhe në Itali. Por ajo ishte ngrirë derisa të verifikohej identiteti i trashëgimtarit. Ai kishte shkruar vetëm një fjali. Nëse djali ekziston, ai është gjithçka që kam. Më pushtoi një përzierje emocionesh, frikë, habi dhe një lloj ndjenje përgjegjësie që më rëndonte mbi shpinë. Nuk doja pasuri, doja vetëm që djali im ta njihte babain e vet, qoftë edhe përmes kujtimeve. Por Marco nguli këmbë që të shkoja në Itali. Pas shumë netësh pa gjumë, vendosa. Lërova gjithçka që kisha ndërtuar me mund në Tiranë dhe mora avionin për në Firenze. Matteo mbante dorën time fort gjatë gjithë fluturimit, i heshtur me sytë mbushur kureshtje. Mami, do ta shohim shtëpinë e babit tim. Më pyeti me një buzëqeshje të lehtë, e përqafova fort. Po, zemra. Do ta shohim. Kur arritëm në Firenze, një avokat elegant me flokë të bardhë na priti në aeroport. Zonja Rossi, mirë se erdhët. Unë jam avokati Benedetti. Luca ka lënë shumë kujtime për ju. Më shtrëngoi dorën me respekt. Pastaj na çoi drejt një vile të vjetër në periferi të qytetit, e rrethuar me ullinj dhe trëndafilat e egër. Në momentin që hyra brenda, aroma e tij më goditi si një rufe. Parfumi i vjetër që njihja mirë, ai mbrëmjeve kur më përqafonte pranë dritares së asaj shtëpie të vogël në Tiranë. Në mur një tablo e madhe. Një grua me flokë të gjatë dhe sy të errët, duke mbajtur një fëmijë në krah. Ai e kishte pikturuar vetë. Tha, Benedetti. Nuk tha kur emrin, por të gjithë e dinim që ishte frymëzuar nga dikush i veçantë. E ndjeva si të më dridhej trupi. Ishte unë. Dhe fëmia në krah ishte identik me Matteon. Në tavolinën e zyrës, Benedetti vendosi një kuti druri. Kjo është për ju. Ai e kishte shkruar me dorë. Vetëm Elena mund ta hap. Brenda kutisë gjeta një libër të vogël ditari. Një zinxhir argjendi me një unas të vogël dhe një sebë. Ditari mbante datat e viteve kur ishim ndarë. Ishte si një udhëtim përmes shpirtit të tij. Çdo faqe e mbushur me mall, me kërkime, me dëshira për ta gjetur mua. Në një prej faqeve shkruante: ndoshta ajo më uren, por e di që një ditë do ta lexoj këtë dhe do kuptoj se kur nuk e lash nga dashuria, por nga frika. Frika që nuk do isha i denjë për të. Në atë moment, sytë e mi nuk i rezistuan më. Lotët më rodhën pa fund. Matteo më përqafoi, ndërsa Benedetti qëndroi në heshtje me respekt të thellë. Por historia nuk mbaroi aty. Avokati hapi USB-n në kompjuterin e zyrës. Në ekran u shfaq një video e regjistruar vite më parë. Luca, ulur në një karrige, duke folur me zë të dridhur. Nëse e shikon këtë video, do të thotë që s'jam më. Elena, falma çdo gabim. Dhe ti, biri im, nëse ekziston dije se babai yt të do më shumë se jetën. Mos e lër maman vetëm. Ajo është engjëlli që shpëtoi shpirtin tim. Salla u mbush me heshtje. Zemra ime rrite fort si në ditën kur u dashuruam për herë të parë. Pas videos, Benedetti tha: Luca kishte lënë gjithçka për Matteon, vilën, llogaritë bankare dhe fondin e artit. Por më rëndësishmja, kishte lënë kërkesën që familja e tij të takohej me ju, për të kërkuar falje. Dhe kështu një javë më vonë u gjenda në pragun e një shtëpie madhështore në qendër të Firenzes. Një grua e moshuar me flokë të bardhë dhe sy të ngjashëm me të Lucasit më priti në derë. Ti, Elena? Më pyeti me një zë që dridhej. Po ajo uli kokën dhe filloi të qante. Na fal, bi. E dinim për ju, por ai s'na lejoi të ndërhynim. Nuk donte që të ndjenit presion. Ne humbëm djalin, por tani kemi nipin. Matteo vrapoi drejt saj, si shtyr nga një forcë e brendshme. Ajo e përqafoi me lot në sy, sikur të kishte gjetur pjesën e munguar të shpirtit. Në atë çast kuptova se gjithçka që kisha humbur, jeta po ma kthente në një mënyrë të papritur. Jo përmes parave apo pasurisë, por përmes të vërtetës, përmes dashurisë që nuk vdes kurrë. Në mbrëmje, ndërsa shikoja Matteon që luante në oborrin e vilës ku dikur jetonte babai i tij, ndjeva diçka që se kisha ndjer prej vitesh: paqe. Dhe për herë të parë ndjeva se familja ime ishte sërish e plot.
Nuk do ta harroj kur atë mëngjes. Drita e diellit përhapej butë në oborin e vilës, ndërsa Mateo vraponte mes luleve, me një gëzim që më mbushte shpirtin. Ishte hera e parë që e shihja kaq të lumtur, kaq të qetë. Ishte sikur gjithçka që kishte munguar në jetën e tij tani po merrte frymë përmes ajrit të Firences. Gjithçka në atë shtëpi më kujtonte Lucasin, librat, pikturat, madje dhe aroma e kafes që shërbente zonja Maria, nëna e tij. Ajo më trajtonte me një ngrohtësi të papritur, sikur donte të më shlyente çdo dhimbje që i biri kishte lënë pas. Tia dhe jetën nipit tim, më thoshte shpesh me zë të butë. Dhe për këtë, unë do të të jem mirënjohëse për jetë. Një pasdite, ndërsa përendisja disa dosje në bibliotek, Benedetti, avokati i familjes, u shfaq në derë me një zarf në dorë. Zonja Rossi, gjatë rregullimit të dokumenteve gjetëm një letër tjetër. Ishte fshehur në kasafortën personale të Lucasit. Është datës një javë para vdekjes së tij. Mas gjati zarfin. Duart më dridheshin. U ula në divan dhe nisa ta lexoja. Shkrimi i tij ishte i njohur. I njëjtë me atë që dikur më shkruante mesazhe dashurie në fletoret e universitetit. Elena, nëse kjo letër bie në duart e tua, do të thotë që fati ka bërë rrugën që unë s'munda ta bëj vetë. Nuk ka kaluar asnjë ditë pa menduar për ty, për sytë e tu, për buzëqeshjen që më dha kuptim jetës. Nëse djali është gjallë, dua që të arritësh me dashurinë që dikur më mësove ti. Mos i trego urrejtje për gabimet e mia nëse një ditë vendos të më falësh. Dua që ta dish se gjithçka që lash është për ju të dy. Por më rëndësishmja, në vilën tonë, në studio, do gjesh një pikturë të papërfunduar. Aty është historia jonë, dhe vetëm ti mund ta përfundosh. Jo me ngjyra, por me jetën tënde. Letra më la pa frymë. Sytë më mbushën me lotë që më rridhnin pa ndalur. Ndërsa e lexoja ndjeja sikur Luca ishte aty në atë dhomë, duke më folur, në mbrëmje, pas shumë hezitimesh, u futa në studion e tij. Aty ku ajri mbante ende aromën e bojrave dhe shpirtin e piktorit që e kishte dashur jetën me pasion. Në murin përballë ishte një tablo e madhe, e mbetur për gjysmë. Një grua që mbante në krah një fëmijë, pra një burri që përkulej mbi ta, por fytyra e tij nuk ishte pikturuar. Ishte bosh, nuk di si, por dora ime shkoi vetë mbi brushat e tij. Nisa të pikturoja me kujdes, duke ndjekur ndjenjat, jo arsyen. Çdo lëvizje e dorës më sillte kujtime. Netët e gjata në Tiranë, premtimet e harruara, lotët, lindjen e Mateos, çdo sakrificë që kisha bërë. Dhe në fund e pikturova fytyrën e tij, siç e mbaja në kujtesë. E qetë me buzëqeshjen e lehtë që më kishte rrëzuar në dashuri. Kur mbarova, Mateo ishte afër meje, duke më vështruar i mahnitur. Është ai mami, tha me një zë të butë. Babai nuk munda të flas. Vetëm e përqafova fort. Dhe për një çast ndjeva sikur edhe Luca ishte aty me ne, duke na parë me atë buzëqeshje që gjithmonë më jepte qetësi. Pas disa ditësh, mora një vendim. E kuptova që nuk mund të jetoja për gjithmonë në hijen e së shkuarës. Kisha ardhur në Itali për të kërkuar të vërtetën, por ajo që gjeta ishte diçka më e madhe. Paqja me veten time. Në mëngjesin e fundit në Firenze, dola në verandë me një filxhan kafeje në dorë. Era e lehtë lëkunte lulet, Mateo qeshte në obor, dhe dielli ngjante si një bekim. Në zemër ndjeva një zë që më përshpëriste. Tani mund të jetosh, Elena. Tani më në fund je e lirë. Dhe për herë të parë pas shumë vitesh buzëqesha me shpirt. Në atë moment vendosa të qëndroja në Itali, jo për pasurinë as për lavdin, por sepse aty ishte historia ime, rrënjët e dashurisë sime, kujtimi i një burri që edhe pas vdekjes më mësoi që shfalja e vërtet. Mateo erdhi pranë meje dhe më kapi dorën. Mami, tani jemi familje apo jo? Po, zemra ime, i thash duke ja puthur balli. Tani jemi më shumë se kaq, tani jemi dashuria që mbijetoi gjithçka. Pas atyre ditëve të gjata në Firenze, jeta ime mori një ritëm të ri. Mateo shkonte në shkollë, ku mësoi italishtin dhe miqësohej me fëmijët e tjerë. Ndërsa unë fillova të punoja në një galeri arti pranë vilës ku jetonim. Çdo ditë më vinte ndjenja se po rindërtoja jetën time. Jo atë që kisha humbur, por një jetë më të fortë, më të ndritur dhe më të dashur. Një mëngjes, ndërsa po hapja postën e zakonshme, pash një letër të veçantë pa adresë dërguesi. Ishte mbushur me shkrim të njohur të një gruaje që kisha harruar për shumë vite. Njerëzit e mi të familjes, ata që më kishin braktisur në Shqipëri, ishin duke më kërkuar. Zemra më rrihte me një forcë që nuk kisha ndjer prej kohësh. Me duart e dridhura, hapa letrën. Brenda, një shënim i thjesht. Elena, ne kemi gabuar. Të kemi lënë të shkosh, por çdo ditë që kaloi menduam për ty dhe Enean. Nëse dëshiron, mund të rikthehemi në jetën tuaj dhe të bëhemi familja që duhet të ishim gjithmonë. Ne të duam.
Lotët më rridhnin pa pushim. Ishte qasti që kisha pritur gjithë këto vite, por që nuk e kisha ndëruar si duhej. Nuk ishte lehti fali ata që të kishin braktisur, por ndjeva një forcë që më mbushte shpirtin. Dashuria e familjes, edhe pas gabimeve, mund të rikthehej. Matteo, që po më shikonte me kuriozitet, pyeti: "Mami, kush janë ata?" "Ata janë njerëzit që të kanë sjellë në këtë botë," i thash duke i përqafuar fort. "Dhe tani na kanë kërkuar të rikthehen në jetën tonë." Ai buzëqeshi dhe për një çast e kuptova se historia jon nuk ishte vetëm dhimbje dhe humbje. Kishte dashuri që mbijetoi, falje që u dha dhe një të ardhme që mund ta ndërtonim së bashku. Vendosa të shkruaj një letër përgjigjeje, e cila nuk ishte thjesht për familjen, por për gjithë ato vite që kisha kaluar vetëm. Shkrova fjalë të thjeshta: "Kam humbur shumë dhe kam vuajtur më shumë, por jeta më ka mësuar se dashuria dhe falja janë më të fuqishme se gjithçka tjetër. Ju lutem, nëse doni të riktheheni, bëjeni këtë hap me zemër të hapur, sepse ne tashmë jemi familje, unë dhe Matteo. Dhe tani është koha që të tjerët të jenë pjesë e saj gjithashtu." Kur mbarova, e përqafoja Matteon dhe e putha në ball. "Tani zemra ime," i thash, "mund të fillojmë një jetë të re." Ai qeshi dhe më tha: "Po mami, dhe kjo jetë do të jetë më e bukur se çdo gjë që kemi ndëruar." Atë ditë kuptova se historia ime që kishte filluar me braktisje dhe mister, përfundonte me dashuri, falje dhe rikthimin e familjes. Jeta nuk është gjithmonë e drejtë, por ajo që mësojmë nga vuajtjet e saj, është se çdo gjë mund të shërohet, dhe çdo zemër mund të gjejë rrugën e saj drejt paqes. Dhe kështu, pas 7 vitesh humbjeje, zbuluam se dashuria dhe e vërteta janë ato që na bashkojnë gjithmonë, duke na dhënë një mundësi të re për të jetuar plotësisht.